Një mjeti tonazhi të rënd kamion ka marrë flak në ecjen e bypassin e Vlorës. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e kësaj të hëne, pikërisht në bypass. Dyshohet se zjarri ka ardhur pas një shkëndije elektrike në pjesën e motorit ku mjeti ka marrë flak, teksa po kthehej në drejtim të qytetit në momentin që po ngjiste kodrën. Kamioni është shkërmbuar tërësisht nga flakët, por fatmirësisht sipas burimeve nga policia e Vlorës nuk ka persona të lënduar. Të njëjtat burime konfirmojnë se kemi të bëjmë me një mjet i cili është në pronësi të një prej firmave ndërtuese që po realizojnë projekte në Vlorë. Drejtuesi sapo ka parë flakët, ka dalë nga mjeti duke shpëtuar pa lëndime. Drejtuesi i mjetit ishte një shtetas i huaj me origjinë nga India. Ka qenë pikërisht ai i cili ka lajmëruar forcat zjarrfikse dhe policinë e Vlorës. Në vend ngjarje krahas forcave të policisë kanë mbritur dhe forcat zjarrfikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. Policia ndërkohë po punon për dokumentimin e rastit në fjalë.